vit, domethënë për vitin 2026 thirrja vazhdon të qëndrojë akoma e hapur për të 3 periudhat apo jo të originalit. Domethënë flasim për periudhën verore, nëse nuk gaboj në qershor, për në nëntor, po ashtu edhe një kishim se qershor, gusht dhe nëntor. Ashtu po, qershor, gusht dhe nëntor. Domethënë në qershor dhe gusht kemi vizita në Shqipëri dhe në Kosovë dhe në nëntor përfshihet edhe Maqedonia e Veriut. Limite kemi vetëm në moshë, por gjithsesi dua të qartësohemi pak tek pjesa e gjuhës, tek pjesa ndoshta e përjardhjes edhe pak që kushdo që po na dëgjon dhe dëshiron të marrë pjesë, ta ketë më të qartë. Kemi limite nëse nuk flasim një shqipe të mirë apo nuk flasim shqip fare dhe po ashtu nëse duan edhe shqiptarët e Ballkanit flasim apo të rajoneve përreth, kanë të drejtë pjesëmarrje? Po, shumë pyetje me vend. Definitivisht gjuha nuk është problem sepse edhe qëllimi i mbledhjes së tyre në një vend është ata të flasin shqip në mesvete dhe të mësojnë ndoshta edhe fjalë të tjera që nuk i kanë ditë. Kështu që programi ofrohet edhe në gjuhën angleze për ata të cilët nuk kanë njohuri fare të gjuhës shqipe, e që ndodhet për shembull në disa prej edicioneve që kemi pas pesman ndoshta nga Turqia apo nga vende të cilat nuk e kanë, domethënë nuk e njohin gjuhën shqipe, të gjitha materialet, të gjitha vizitat dhe të gjithë profesionistët si guida turistike pajisjen me përkthim në gjuhën e tyre dhe kjo definitivisht nuk është problem për ata që të marrin pjesë.